Çka është raporti progresit? Raporti progresit është për çka? Është për Mitrovicën të çka? Dikur pak dihej për të. Por gradualisht gjërat kanë ndryshuar, e tani raporti progresit po pritet me shumë interes. E është edhe ndërherat e ralla që ka vlerësime pozitive. Kështu të paktën pohëm përfaqësuesi i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar, i cili kopjen e tij u asolli drejtuesve të shtetit. E për këtë vlerësim, kryesisht pozitiv, Zhbogar jep sqarime. Kosovo improved relations with Serbia. Kosova ka dëshmuar marrëdhënie me Serbinë, natyrisht me dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian që nga nënshkrimi i marrëveshjes së parë. Gjithashtu, fakt se për herë të parë do të kemi zgjedhje në gjithë territorin e Kosovës. Ne gjithashtu kemi vërejtur se Kosova i është ofruar komunitetit të saj serb. Por raporti u tërheq vërejtjen udhëhecëve të qeverisë së Kosovës se ku duhet të përkushtohen më shumë. Kosova duhet të bëjë më shumë për qeverisje më demokratike dhe të sigurojë zgjedhje fair dhe të lira. Qeveria e Kosovës gjithashtu duhet të miratojë ligjin e ri për zgjedhjet e ardhshme e të forcojë rolin e Kuvendit të Kosovës, si dhe të ketë gjyqësi të pavarur. Institucionet e Kosovës morën vlerësim pozitiv edhe nga komisari i BE-s për zgjerim Stefan Fyle. Madje ai u dha edhe një lajm të mirë. Këtë vjesht do të dërgojmë një mision në Kosovë edhe presë të bazuar në punën e tyre do të mund të kemi një raport pozitiv. Kjo gjithmonë për të mirën e qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që këta të fundit të mund të udhëtojnë pa viza në vendet Schengen. Fyli gjithashtu tha se 28 tetori do të jetë datë mjaft e rëndësishme për Kosovën. Pasi pikërisht atë datë, pritet të nisin edhe negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. E ajo që foli në emër të qeverisë së Kosovës për këtë raport ishte ministrja e integrimeve Vlora Qitaku. Ajo premtoi përpjekje të shumta për të përmirësuar në ato fusha ku u kritikuan. Është e qartë që Komisioni Evropian është i shqetësuar edhe për ndërhyrjen e politikës në gjyqësor dhe këtu i referohet sidomos rasteve të debateve që janë zhvilluar me Parlamentin e Kosovës lidhur me disa raste të veçanta që po procedohen në gjykata. Ne e kuptojmë atë shqetësim dhe do të mundohemi maksimalisht që të ruajmë integritetin e institucioneve tona. Megjithatë, kur u pyet për çështjen e liberalizimit të vizave, ajo tha se do të përmbahet nga çdo lloj deklarimi apo dhënie e afateve kohore.